Përshëndetje, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Kundër të tjera, sot do të ndiqni. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi inspektoi nga afër fillimin e punimeve për rrugën Baba Selimi në lagjen Zinxhirat e Gjirokastrës. Ky investim i shumë pritur sjell infrastrukturë moderne, siguri dhe qarkullim më të lehtë, duke përmirësuar cilësinë e jetës për banorët e kësaj zone. Golemi theksoi se ky është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e qytetit dhe pjesë e një pakete investimesh që bashkia po realizon për përmirësimin e infrastrukturës urbane. Aksi rrugor Kakavi-Jani në kryqëzimin e fshatit Kallpaj do të jetë sërish i bllokuar për disa orë për shkak të protestës së fermerëve grek. Qytetarët këshillohen të planifikojnë udhëtimet në orare të tjera, ndërkohë në pikën e kalimit kufitar Kakavie dhe Treurat është shënuar fluks i lartë i lëvizjeve gjatë 24 orëve të fundit. Gjatë kësaj periudhe, urgjenca e spitalit të qytetit Delvinës po përballet me një rritje të numrit të rasteve që paraqiten me shqetësime shëndetësore. Bluzat e bardha apelojnë që qytetarët me shfaqjen e simptomave të para të drejtohen fillimisht tek mjeku i familjes. Në Lunxhorin, nxjerrja e rakis vazhdon të mbetet një traditë e gjallë. Krenar Rustemi tregon se nxjerrja e kësaj pije në mënyrë artizanale ruhet brez pas brezi, duke e bërë rakin jo vetëm një pije, por edhe simbol të identitetit kulturor dhe mikpritjes së zonës. Vizitorët veçanërisht të huajt e vlerësojnë këtë traditë, ndërsa artizanët sigurojnë që kjo trashëgimi të përcillet te brezat e rinj. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi inspektoi nga afër fillimin e punimeve për rrugën Baba Selimi në lagjen Zinxhirat të Gjirokastrës. Ky investim i shumë pritur sjell infrastrukturë moderne, siguri dhe qarkullim më të lehtë, duke përmirësuar cilësinë e jetës për banorët e kësaj zone. Golemi theksoi se ky është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e qytetit dhe pjesë e një pakete investimesh që bashkia po realizon për përmirësimin e infrastrukturës urbane. Në lagjen Zinxhirat të qytetit të Gjirokastrës ka nisur zyrtarisht puna për investimin e shumë pritur të rrugës Baba Selimi. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi ishte i pranishëm në kantier për të ndjekur nga afër fillimin e punimeve. Sipas tij, kjo zonë që më parë ishte informale do të transformohet plotësisht duke përfituar nga një rrugë me standarde bashkëkohore dhe infrastrukturë të re. Fillojmë në fund edhe rruga Baba Selimit. Jemi në kantier, ne kemi filluar 118, po. Në lagjen Zinxhira dhe SMT në fakt, në një lagje informale, në një rrugë alban që kishin vite që kërkonin dhe banorët e zonës. Ne kemi ndërhyrë në fakt me beton, kemi ndërhyrë në infrastrukturë me ndryshim sa mundemi, po këto janë ndryshime dhe këto janë ndërhyrje rinjësore që do ngelen. Në një rrugë që është 700 metra në distancë. 6 metra është asfalt, nga 50 janë kunetat dhe nga 2 metra është trotuari. Dhe gjithë rruga shkon të 11.8 metra. Afati punimeve sa shkon? Afati punimeve është 9 muaj. Për sa do ta bësh? Ne themi maksimumi 6 muaj ky projekt do të përfunduar, po, sigurt. Si ke qenë? Mirë. Do të bëhet lagje tani. Më pritet pak, po i duruar i fituar. I duruar i fituar. Falenderoj. Rruga e re do të ofrojë siguri më të madhe, qarkullim më të lehtë dhe një cilësi më të mirëjetese për banorët e lagjes. Ky projekt është pjesë e angazhimit të Bashkisë Gjirokastër për të sjellë investime konkrete dhe të prekshme për qytetarët, duke e bërë qytetin më modern dhe më funksional, pa lënë pas nevojat e komuniteteve lokale. Me rrugën Baba Selimi, Gjirokastra ecën përpara drejt një zhvillimi të qëndrueshëm dhe përmirësimit të kushteve të jetesës për banorët e saj. Aksi rrugor Kakavi-Jani në kryqëzimin e fshatit Kallpaj do të jetë sërish sot i bllokuar për disa orë për shkak të protestës së fermerëve grek. Qytetarët këshillohen të planifikojnë udhëtimet në orare të tjera, ndërkohë në pikën e kalimit kufitar Kakavie dhe Treurat është shënuar fluks i lartë i lëvizjeve gjatë 24 orëve të fundit.
Sipas informacionit të marrë nga policia kufitare greke përmes qendrës përbashkët të shkëmbimit të informacionit, policia kufitare Kakavijës njofton se ditën e sotme nga ora 19:00 deri në orën 22:00 me orën greke do të bllokohet aksi rrugor Kakavija-Nin në kryqëzimin e fshatit Kallpaq për shkak të një proteste të fermerëve. Gjatë kësaj periudhe do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet me emergjenca shëndetësore. Autoritetet kufitare u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim dhe të planifikojnë udhëtimet e tyre në orare të tjera. Ndërkohë, në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 10.087 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 8.537 në hyrje dhe 1.550 në dalje, si dhe 2.902 mjete, përkatësisht 2.413 në hyrje dhe 489 në dalje. Pala shqiptare po punon me 6 sportele, 3 në hyrje dhe 3 në dalje, ndërsa pala greke me 4 sportele, 2 në hyrje dhe 2 në dalje. Edhe në pikën e kalimit kufitar 3 urat është regjistruar qarkullim ku gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 458 shtetas në hyrje dalje, 401 në hyrje dhe 57 në dalje, si dhe 212 mjete, 183 në hyrje dhe 29 në dalje. Policia kufitare vijon monitorimin e situatës dhe apelon për informim të vazhdueshëm të udhëtarëve para nisjes drejt kufirit. Në qendër të Përmetit, nxënësit e shkollave të qytetit organizuan një program artistik për festat e fundvitit, ku nuk munguan pikturat, urimet dhe performancat të plot shpirt artistik. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru ishte e pranishme në këtë aktivitet, duke ndarë emocione dhe falënderime për nxënësit e shkëlqyer të Përmetit për vitin 2025, me të cilët shkëmbeu edhe libra dhurat. Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Bashkisë Përmet dhe programin Artzeje, duke sjellë një dëshmi të bukur të talentit, gëzimit dhe krijimtarisë që mbartin fëmijët e qytetit. Momenti u shndërua në një festë të ngrohtë e frymëzuese që nxori në pa energjinë, pasionin dhe krenarinë e komunitetit për gjeneratën e re. Himara festoi Krishtlindjen mes gëzimit dhe emocioneve, ku surpriza më e veçantë ishte ardhja e babagjyshit këtë vit nga ajri, duke kthyer festën në një përvojë magjike për fëmijët. Shënditoria u mbush me buzëqeshje, dhurata dhe urime, duke sjellë frymën e festës dhe forcimin e ndjenjës së komunitetit. Në Himar, babagjyshi ndryshe nga viti i kaluar ka ardhur nga ajri, duke kthyer Krishtlindjen në një festë magjike që fëmijët do ta mbajnë mend gjatë. Kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangel Tavo, publikoi pamje nga atmosfera e gëzueshme e fëmijëve. Shititoria e Himarës u mbush me buzëqeshje, emocione dhe gëzim të pafund për fëmijët tanë. Me rastin e festës së Krishtlindjes, u shpërndan dhurata për më të vejlit, duke sjellë ngrohtësi, dashuri dhe frymën e vërtetë të festës në çdo cep të qytetit. Momenti më i veçantë i ditës ishte padyshim ardhja surprizë e babagjyshit këtë vit jo nga deti, por nga ajri, duke zbritur mbi Himar dhe duke kthyer këtë ditë në një përvojë magjike që fëmijët do ta mbajnë mend gjatë, tha Tavo. Rituali i përvitshëm i babagjyshit përsëri si vjet erdhi në Himar babagjyshi. Menduam që ta sjellim si vjet në një mënyrë tjetër, një formë tjetër, e sollëm nga ajri, vjet e sollëm nga deti. Gjithmonë çdo vit do të ketë surpriza. Kjo është një festë tashmë tradicionale për gjithë Krishtlindjet dhe babagjyshi. Në Himar ne është viti i dytë që po e organizojmë dhe e festojmë, dhe sikur se e pat, gëzimi i fëmijëve në fytyrat e tyre ishte i qartë. Bashkia e Himarës është gjithmonë e angazhuar për të organizuar jo vetëm festat e fundvitit, por sikur se e kemi thënë vazhdimisht, për të organizuar vazhdimisht gjatë gjithë vitit aktivitete për fëmijë dhe aktivitete tjera në funksion të turizmit. Kemi thënë gjithmonë që Himara nuk ka vetëm detin, kështu që do ketë surpriza të tjera patjetër, do të jemi këtu. Mes gëzimit të festës dhe këtij momenti të veçantë nuk kanë munguar urimet edhe nga fëmijë e banorë të Himarës në festën e Krishtlindjeve.
Këtë fundvit, një feste e veçantë u organizua për fëmijët e bashkive Tepelene me Maliaj, me aktivitete argëtuese, kërcime dhe lojra kreative. Ata kaluan qaste të paharrueshme, ndërsa dhuratat e shpërndara e bën festën edhe më të gëzuar dhe me kujtime të bukura. Është periudha më e bukur e vitit, kur të gjithë presim, por edhe bëjmë dhurata. Por sigurisht që më të dashura ato janë për fëmijët. Dhe këtë herë ishte shoqata Alba Access Open, që mendoi t'ua bëj festat më të gëzuara 140 fëmijëve me aftësi ndryshe, jetim dhe nga familje me pamundësi ekonomike në bashkitë Tepelene me Maliaj. Dhuratat e personalizuara sipas moshës ju shpërndan fëmijëve gjatë një organizimi të veçantë, ku kaluan çaste argëtuese mes së pranisë së personazheve të dashur të filmave vizatimor. Ne kemi zgjedhur të festojmë me fëmijët me aftësi ndryshe dhe njëkohësisht me ata që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, si në këtë rast edhe jetimët. Kemi zgjedhur këto festat e fundvitit pasi ata jo vetëm që i presin, por janë vetë shkëlqimi dhe gëzimi i tyre që përcjellin 100% me të vërtetë. Dua pa mas të falenderoj të gjithë ata që më dhanë mundësinë të kontribuojmë me lodrat, me mjete didaktike, po ashtu dhe ambientin, domethënë që më ka mikpritur, dhe pa diskutim dua të falenderoj të gjithë ata ose ato nëna prind që për këta fëmijët me aftësi ndryshe përkujdesen çdo ditë. Unë si kryetare e shoqatës Alba Access kam një nga qëllimet e mia për mirëritjen dhe mirëshërbimin e fëmijëve. Unë jam rritur vetë jetime edhe e di se çdo më thënë, por edhe të kesh më shumë tradicion në këtë Shqipëri është akoma dhe më e vështirë. Pjesë e gëzimit të tyre u bën edhe fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve Nimete Progonati me urimet dhe interpretimet e këngëve dhe valleve popullore. Sot në këtë ditë të veçantë janë buzëqeshja jonë, ata janë drita e syrit tonë dhe me këtë ata tregojnë sepse fëmijët nuk janë fëmijët me aftësi ndryshme nuk kanë vetëm kufizimin e gjërave të vogla, por ata jetojnë bashkë me ne, ata jetojnë në një zhvillim social dhe me rregullat e tyre fëmijërore, ku përsëri na jepet rasti të falenderojmë përsëri këtë shoqat për dhuratat që i dhuroi këtyre fëmijëve me rastin e festave të fundvitit dhe Krishtlindjeve. I urojmë këtyre fëmijëve festa sa më të gëzuara, më të qeshura, të kenë buzëqeshje në jetën e tyre, të kenë organizim sa më shumë në jetën e tyre, mos të kenë kufizime. Gjatë kësaj periudhe, urgjenca e spitalit Delvinës po përballet me një rritje të numrit të rasteve që paraqiten me shqetësime shëndetësore. Bluzat e bardha apelojnë që qytetarët me shfaqjen e simptomave të para të drejtohen fillimisht tek mjeku i familjes. Në urgjencën e spitalit të qytetit të Delvinës, gjatë kësaj periudhe është vënë re një rritje numrit të rasteve që paraqiten me shqetësime të ndryshme shëndetësore. Sipas bluzave të bardha të këtij spitali, shumica e rasteve që kërkojnë ndihmë janë relativisht të lehta, por megjithatë kërkojnë vlerësim mjekësor. Sipas mjekut Ermal Kopo, gjatësinë së dimrit më të shpeshta janë rastet kardiake, si hipertensioni dhe infrakti, por nuk mungojnë edhe ato pulmonare. Ndryshimet e temperaturave dhe kushtet atmosferike ndikojnë ndjeshëm në përkeqësimin e këtyre problematikave, veçanërisht e personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike. Është një periudhë me sëmundshmëri të lartë, kryesisht janë ato që qarkullojnë pjesa e virozave, adenoviruset, virusi gripit, është sëmundshmëri e shtuar, por me raste relativisht të lehta. Pastaj është pjesa që ndodh gjithmonë, pjesa gjatë dimrit, periudhat të ftohta, ndryshimi i klimës, janë rastet kardiake. Në hipertension, infarktet e ndryshme, problemet kardiake në përgjithësi dhe ato pulmonare deri diku. Nga ana jon jepet shërbimi në këtë urgjencë dhe për rastet që janë të pamundura për të trajtuar më tej dhe ka nevojë për trajtim më tej mjekësor, dërgohen drejt Spitalit Petronako në Sarandë për trajtim më të specializuar dhe për ekzaminim me shtesë të cilat fatkeqësisht i mungojnë këtij spitali, siç është grafia dhe laboratori. Bluzat e bardha të spitalit të Delvinës u bëjnë apel qytetarëve që në shfaqjen e shqetësimeve të para shëndetësore të drejtohen fillimisht tek mjeku i familjes. Shumica e rasteve që paraqiten në urgjencë, qëndron problemi që nuk paraqiten në rast të parë për që te fillimi i shqetësimeve te mjeku familjes. Anashkalojnë pjesën e mjekut të familjes dhe shkojnë direkt në urgjencë. Përveç rasteve madhore që janë detyrueshme, dhe më kryesorja janë disa raste që e lën veten shumë pas dore, po themi me ditë të tëra dhe paraqiten edhe në raste që janë
të pamundura për trajtim ose për një dhënie ndihme në momentin e duhur. Kjo ndikon në menaxhimin më të mirë të rasteve dhe shmangën mbi ngarkesën e shërbimit të urgjencës, duke garantuar kujdes më të shpejt për rastet që kanë vërtet nevojë emergjente. Në bashkinë Dropull, festimet e vitit të ri shoqërohen me vështirësi nga moti dhe relievi malor. Policia bashkiake dhe stacioni policisë në Jorgucat kanë hartuar një plan masash për sigurinë dhe parandalimin e aksidenteve, plan ky që do të vijojë edhe në ditët e para të janarit. Kremtimi i ardhjes së vitit të ri në 41 fshatat e bashkisë Dropull shoqërohet edhe me disa vështirësi natyrore. Kushtet atmosferike dhe relievi thyer malor, pothuajse në gjysmën e sipërfaqes së kësaj njësie vendore, kërkojnë shumë kujdes nga ana e banorëve të përhershëm, por edhe të emigrantëve që do të kthehen të festojnë me të afërmit e tyre. Policia bashkiake Dropull ka hartuar një plan masash, si për sigurinë publike, ashtu edhe për evitimin e aksidenteve të mundshëm në rrugët ditësore dhe të brendshme nëpër zona dhe fshatra. Këto masa përfshin lëvizjen nëpër lokale, në për rrugët e fshatra. Janë shtuar inspektimet që bëhen ose patrullimet që bëhen në gjitha aksin, gjitha fshatrat e bashkisë Dropull. Si është parashikimi i ardhjes së emigrantëve në Dropull? Shpresoj që do jetë goxha të kënaqshme. Ata vinë si çdo fund viti ose në festat e tjera, vinë për të takuar prindërit e tyre, për të mbaruar hallet, problemet ose detyrimet e tjera që kanë ndaj bashkisë ose në familjet e tyre, shtëpitë e tyre, banesat e tyre. Në këtë plan masash do të kontribuojë edhe stacioni policisë së shtetit në Jorgucat. Gjithmonë jemi në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe jemi në koordinim të gjitha masave. Gatishmëria e policisë bashkiake në Dropull do të vazhdojë edhe në ditët e para të janarit, pasi emigrantët do të rikthehen në shtetin e lënë. Në Lunxhëri, nxjerrja e rakisë vazhdon të mbetet një traditë e gjallë. Krenar Rustemi tregon se nxjerrja e kësaj pije në mënyrë artizanale ruhet brez pas brezi, duke e bërë rakinë jo vetëm një pije, por edhe simbol të identitetit kulturor dhe mikpritjes së zonës. Vizitorët, veçanërisht të huajt, e vlerësojnë të traditë, ndërsa artizanët sigurojnë që kjo trashëgimi të përcillet tek brezat e ri. Nxjerrja e rakisë në zonën e Lunxhërisë është një traditë e vjetër që vazhdon të ruhet brez pas brezi. Krenar Rustemi prej moshës 18 vjeç merret me prodhimin e rakisë në kushte artizanale. Ai tregon se përkushtimi dhe respektimi i traditës janë çelësi për një produkt cilësor. Rakia do punë e saj. Duhet rushi të jetë i ëmbël, që dalë raki e mirë, duhet përpunimi i saj, trazimi 3 herë ditën, e kupton që të mos thartohet, se në qoftë se e la ashu, ai thartohet, edhe s'nxjerr gjë. Kështu që do punë. E lë 21 ditë, pastaj fillon të nxjerr. Po përpunimi është shumë a shumë. Në janë të pastra, kazani duhet të jetë i pastër, të mos ketë kripra i oksiduar, domethënë alumini, ky bakri, të mos jetë i oksiduar, sepse cilësia e rakisë dhe shumë e keqe. Kur është që i pastron gjithnjë, dhe raki e mirë, shumë e mirë. Pastaj unë i kam bërë dhe me eninoksi, që të heq dorë nga bakri, e kam bërë me eninoksi, e kam bërë në Elbasan atë kazanin, shumit e përpara, me inoks ushqimor, shumë të mirë. Dhe raki e mirë, shumë e mirë. Edhe pëlqyeshme. Unë e mban 19 gradë rakinë. Tani që e nxjerr, 19 e gjysmë. Se është e ngrohtë, kupton, kur ftohet pastaj ajo zbret tek 18 e gjysmë. Sipas tij, rakia artizanale është shumë e pëlqyer edhe nga të huajt, të cilët vlerësojnë shijen dhe mënyrën tradicionale të përgatitjes. E kanë shumë të pëlqyer, jashtë masë të pëlqyer. Biles një gjermane, vajzë 23-24 vjeçe, më tha, hajde të pim një gotë raki bashkë, tha. Ja ishim aty. Ajo që me motrën e saj edhe me maman. Më tha, kam mbredhur shumë edhe kam pirë shumë raki, tha, po si kjo raki nuk kam pirë, tha, edhe pim bashkë atë, një gotë. Më tha fjalë e saj. Krenari thekson se tradita duhet të ruajtur dhe përcjellur te brezat e rinj, si pjesë e identitetit të zonës. Unë i them djalit që e marr me vete
me gjithë thjesht në punën e tij, u bën, e marrë, mësoi, edhe ecën mirë, i ka qejf. Rakia dhe vera mbeten dy pije artizanale që gjenden pothuajse në çdo shtëpi të Lunxhërisë dhe shërbejnë si shenjë mikpritje për çdo vizitor. Në Sarandë, ndryshe nga pjesa më e madhe e vendit, gjelidetit nuk është pjesë e traditës së festave të fundvitit. Vendasit preferojnë mishin e vogël, kryesisht qengja pokec, ndërsa gjelidetit shfaqet më tepër si alternativë për të huajt dhe të ardhurit nga krahinat të tjera. Operatorët lokal të kulinarisë theksojnë se kjo traditë i përket zonave nga Gjirokastra e sipër dhe jo Sarandës. Gjelidetit është prej vitesh ushqimi i preferuar dhe i pamunguar për festat e fundvitit, ndërsa parapëlqimi dhe zgjedhja e parë e sarandiotëve mbetet mishi i vogël. Shpesh në tryezat e këtyre festave vendin kryesore zë mishi i qengjit apo kecit. Ashtu edhe për Krishtlindjet apo vitin e ri është traditë që edhe për sheshi karakteristik të bëhet me gjelin e zakonshëm. Nuk e kemi për traditë, unë s'mbaj mend ndonjëherë të kemi ngërë gjel deti për vitë të ri ose për Krishtlindje, ne mishin përdorim. Mirë, në lokal këtu nuk bëhet fjalë se s'kemi fare prodhime nga këto të mishit edhe të gjelit. Kurse për në shtëpi gjithmonë mish përdorim. Tani ka filluar vitet e fundit që ka të ardhur këtu që shohim që shiten gjelat detit. Tani të huajt në përgjithësi e kanë më shumë tek gjeli detit, sidomos edhe për ditën e falenderimeve që kishin në nëntor, kanë të njëjtën gjë edhe për Krishtlindje. Më shumë janë tek mishi, tek brinjët e gicit, e brinjët e qengjit, menun që kemi neve janë. Përdorimi simbolik dhe pëlqimi i gjelit vjen kryesisht nga të huajt dhe nga të ardhurit nga krahinat të tjera në Sarandë. Për vendasit i gjelidetit vazhdon të mos jetë preferencë zotëruese edhe për tryezën e Krishtlindjes apo atë të ndërimit të viteve. E thënë ndryshe, gjelidetit nuk vjen në det. Kemi mbritur këtu në fund të këtij ditari informativ, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë, ndahemi bashkë, miru takosh.